si mal në tomor. Mirë se vini në një vlog udhëtimi që nuk është Pinterest perfect, as super informativ. Jemi thjesht dy shoqet të cilat nuk planifikojnë kurrë, që janë munduar t'ja dalin në një udhëtim në Porto. Mirëmëngjes, të mia janë si kasht. Për të vetë në gjërë, se kam shumë gjërë për të anko. Se, për shumë? Shive, nuk duket. Nga kodrat që në gjitëm tu, doli një kodrë. Flokët i ke shumë bukur. Po duhe i kompensuar me një gjë kjo. Mali duhe i fshehur nga kjo balukja këtu. Kemi nxjerr shalët. Ne po presim radhën që të futemi në branch. Nuk e marrë vesh arsyen pse po presim, po Ta them unë, sepse nuk kishte vend rezervimi online. jo, mund të kishim ik. Opa, e ullën këta. Tani mbas kësaj, plani jonë për sot është të shkojmë në një librari, në një stacion treni, dhe prap të shkojmë për dyqan. Sepse dje nuk blem asnjë gjë. A me blem dhe ti, qa po këto qa blem? Vetëm kaq blem. Çfarë blem tjetër? Parfumet, prestigios, Koleksion privat dhe ai. të jam ka qerën dhe ti jam ka që bardh. Se bardh jam aty, apo më duket errë dhe ti nga syze. Ua, shumë që mirë që i pas kam vënë. Se janë ndërpreva. Ma ndërpreva, miku ajo më tani, nuk vjen më njerë shajos. Ndryshe del videoa fake dhe ti je për autenticitet. Okej, Melda, faleminderit që rikujton vlerat e brandit tim. Faleminderit dhe për syze. Ua, me gjithë kënaqësinë. Ku jemi këto? Ku jemi? Në stacionin treni. Se ka emrin moj? Sao Beo. Sao Bento, po. Bento? Po. Beo. Ne po presim radhën për të futur te kjo libreria karakteristike në Porto. Tani si funksionon të këtu ishte që duhet ta bleje biletën online më përpara dhe janë të radha është fiks për këtë muhabet. Dhe ne po presim orën 3. Si bobe. Se dhe kam tregu sot veshjen tënde 20 herë. Mami s'ma pëlqeu. Votoni. Qofse e shef këtë video është super. Comments down below. Po thuj qa problematike ke patur sot me veshjen? Kush është ajo që të mundon? Comments down below se si vishën këto çorapet me këto gjërat. Unë mendoj që duhet ta ngjisësh nga Se vetëm mama. rreshkasin. Po që do prisin të futeshim në librari. Kjo jetë është tu. Euro. Sama. Pritu. E ti sa lezet që me janë ka spanjollët? Se vinë këtu në Portugali u flasin me spanjisht sikur ata supozoj që ta kuptojnë. Kush? Spanjoll. Thank you. E ka pesi flasun në anglisht me. E ka pa. Të gjithën. I don't know. I actually think it's fine. Se desha holla gjithë librën. I sa bukur. Qa libri do bleshim Melda? Besoj... Historisë. Ato që s'dim, ja, historia e Portugalisë. Unë e gjeta librin që ndollu i Melda. 100 Years of Solitude, Gabriel Garcia Marquez.
Në fakt ne këtë duhet ta kishim lexuar që në gjimnaz, vjen në fundit se ishte te programi I provimeve të maturës. S'pas kemi ditur hiç, prandaj morëm ato nota letërsi. Rikujtoj fakt njerëzve çfarë morën ti? Po, unë mora 7.6. Unë mendoj që ka marrë 8.12, po u ofendova shumë atëherë sepse unë shkoj edhe në kurs. Unë pa kurs nuk kisha marrë 6. Letërsia? Letërsia është I vetmi kurs që nuk shkova. Është I vetmi kurs që unë kam shkuar matematikë të avancuar, por që kam bërë ushtrimet të universitetit. Po, kjo është më tjetër. Gjithsesi, vetmi kurs për provime që kam shkuar që letërsia. Unë I kam kurs matematike, jo se edhe ajo ja vletis, edhe aty mu dola. Ishte pa parë, po. Kaq nuk se nuk e ke. Por unë e di që nuk... Për ajo të është matematika, nuk... Jo, po dhe kur nuk mund të futesha në kutizat që sistemi shqiptar... Jo vetëm shqiptar, po gjithandej. Sistemi shkollor është I tillë. Ke vënë re ti që sistemi shkollor është vetëm gjë që nuk ka ndryshuar në gjithë këto vite? Në Shqipëri? Jo vetëm në Shqipëri, po edhe jashtë. Pse thua për jashtë? Po sepse... Po ta shikosh edhe jashtë, domethënë janë këto ndarjes që bënime shkencore, shoqërore. Deri ti po. Edhe në varësi të çfarë zgjedh ti në gjimnaz, pastaj përcaktohet periudha ku do të shkosh ti në shkollë të lartë. Kështu që e plus është ky sistemi notave, ne vazhdojmë domethënë japim po të njëjtat nota që vinin që atëherë. Kam përshtypjen që sistemi nuk funksionon. Edukativ duhet të ndryshojë. Prandaj, më falni. Ju do thoni çfarë gjithë kjo trashësi. Është një libër. Prit se nuk fokuson. Ky libri është frëngjisht. Do të thonë ju pse po e bleni në anglisht? Jo, është frëngjisht. E ka shkruajt frëngjisht. Po pra, është autori është francez. Po se ti Autoria. vdes për librat frëngjisht. Prandaj unë e bleva në anglisht. Sepse duhet të mësojmë anglisht. Imelda sot ka marrë përsipër që të na iluminoj, po. Po, jepi. Domethënë, puna ishte se si është shpikur Nobeli dhe çmimi Nobel. Këtu. Ka qenë një fizikant, fizikant, se më harrova fjalën. Ai që ka studiuar inxhinieri kimike në Paris. Për të dalë pak te unë. Shpiki, njëkohësisht shpiku edhe dinamitin. Dhe Nobelin, ë? Mbasi vdiq pastaj në vepër, kishte lënë vepra shumë të mëdha. Që u zbuluan më vonë dhe aty pastaj çmimit Nobel I dhanë mbi emrin e tij se ai ishte I quajtur. Come zdabilon qofse dini të fakt. Prit se merdi një ide. Me që s'kemi iPad dhe I bëjmë efekte të vetë. Kam në spidar, është personi që ka mbajt rekordet për nominimet të Nobelit, 15 nominim. Por në kur nuk fitojmë. Po si ka Dareja. Po s'është nominuar 15 herë. Në fakt, Ira e dashur, ai është nominuar fiks 15 herë. Për mua kishte merituar Nobel. Për çfarë vepre unë nominu ka Dareja? O zot Ira, e pas ke merituar atë notën në letërsi. Mi Nobel në letërsi I jepet një personi, pra një shkrimtari, I cili është ekselent dhe shumë origjinal në mënyrën se si ai ose ajo shkruan, që do të thotë që lexohen të gjitha veprat e tij ose shumica prej tyre dhe vendoset se kujt të jepet ky çmim. Pra do të thotë që Dareja nuk ishte nominuar vetëm për një vepër, por për të gjithë krijimtarinë e tij. Se kam iden parë. Ti kujt do t'ja jepje çmimin Nobel për letërsinë? Edhe pse Milit. Po Ismail pra, Mili. Milit nuk të jepja më thënë drejtën, se nuk më pëlqen si shkruan. Milo, mylli vesh atje ku jetë ke qenë. Jo, realisht nuk më pëlqen fare si shkruan. Po Nobel, nuk besoj se nuk di kujt t'ja jap, se unë lexoj budalliqe. Jam më shumë I tipi I romaneve, limonate dhe psikologjike dhe gjëra pak më studimore. Nuk jam nivel nobeliste. Nuk merito kemi këtë pyetje. Hidha të këmp elegante. Kujdesni se shtype.
E bëre pastërma. Ishte një shpër pastërma. Ai Melda të shko kanë librat mi. Do t'ishe bërë pedagoge. Ma ato nuk do që kisha unë. Atëherë miq, kjo është eksperienca jonë e të dyjave e para në Taco Bell, sepse sado që jetojmë në Europë nuk i kemi provuar kurrë, se nuk është po. Tani po bëjmë pak kështu review çfarë ka ky Taco Belli. Tani, ideja është hyn këtu tek fillimi ku janë ato lek fritë. Edhe i ke të gjitha mund marrësh kombo të mëdha me mum. Këto janë teke. Edhe to share. To share. Ose vllai që ti. Ne do ikim te menu, se e kena barkun e madh. Çfarë kanë këtu? Supreme të tacos, chicken, burrito. Si mor? Grand burrito. Jo, nuk e duam. Menut sikur s'po na sill ai gjë. Po këto big combo çfarë janë? Jo, zemra, shifa sa që ka kjo. Çfarë është me? Jo. Janë shumë dhaja, bek. Po tu sheri çak. Po kjo principës. Të janë vetëm gjonat, pa menu. Ne ishim shumë të lodhura dhe nuk bëm një review aty për aty të Taco Bell, por ju a them me plot bindje që nuk ja vlente, gjërat ishin të thata, harçi brenda ishte shumë i ftohtë, se ftohej nga salcat dhe okej, mund ta provoni se keni kuriozitet, por nuk është se ngelëm të marrosura, kështu që do thoni ju fast food është ira, true, po shpresonim. Dhe për ju që dëgjoni zërin tim për herë të parë, ose jeni për herë të parë në kanalin tim, ky nuk është zërim i vërtet, jam smur. Një mëngjes. Ne prapë si gjithmonë te Zaras. Ne kemi ardhur për udhtim, për me ne te Zara. Udhëtimin tjetër do të bëjmë. Janë ca ture në Itali, që ikin nga Shqipëria dhe nisën nga Stila të bërë uljet në Itali. Uljet? Po më shikoje sa duken ato që kanë të lloj trupi. Pritja ja vleti mendoj, a? Do ta shikojmë tani kështu të marrim qafë për duhet provuar. E po s'na solli kështu me i luke pirun. Po këtu me qa ke? Më falni. Ndërsa kjo është pjata i Meldës, se mos bëjmë pise, kam zakon. Ua, po lullet hajen? Ha, normal, janë lullet e lalierit. Ua, shi, kam një mikrofon këtu. Del kjo këmba këtu. Foli qik. Përshëndetje. Na bëjmë një modra. Të shikoj një që bëhet tu. Shia është më mirë, po nuk kuptoj kë pancake është që si pa bërë. Është shumë lloçor. Ky kosti grek nuk e vetëm gjitha përveç kostit. Po më falë, ku e ka shi në kosit kjo? Çfarë kam gjetë interesante është që fjala kos është shumë unike për ne. Se gjithë tjerët kanë derivime të ngjashme të fjalës kos. Për shembull, grekët i thonë jaurti. Jaurti ti thon? Si jogurt. Është shumë e ngjashme me jogurt. Sa francezë thonë jaurt. Ja. Qa marëm? Tom ke marrë dy pastéis nga Donata. Pastéis Donata. Se si qeshi si kështu si billën. Tamam, Cruella. Të e the fix me thik. Njerë të lartë. Ashtë. Hajde bosi, bëft mirë. Hajde tani. Hajde shofim. Së është në një gjë? Zbesoj se është si ajo dje. Është e mirë. Si aktivitet në këtë udhëtim, ne zgjedhëm të bënim një xhiro me varg në lumin Douro. Lumi Douro
ka nga njëra anë qytetin e Portës dhe nga ana tjetër qytetin e Gajës. Saudi është në brazilian që moj. Ua, sa bukur. Zoti i madh e di se si nuk u smurëm këtu. Tha ajo me zërin e saj të ngjitur. Të më dalin njerë, nuk flasë. O dhe ma po kushte njerët me kaq shumë erë. Mirë kja. Unë zbulova voiceover dhe tani nuk dua të ndaloj më kur. Dua të bëj çdo video me voiceover. I want a voiceover my entire life. Më shumë më pak se zakoni jonë. Ti sidomos. Për zotin. Jo më pak faj. Jam të gjire. Kursej. Nuk hëngrëm këto që të bëshim si thuhet provim. Provonim ato snacksat e këtyre. Pa ka. Se në dera. Shkall po vjen. Kujdes. Si plaka, duke ma një tjetrën, kujdes. Ta ma mora pjesë, as kena pjaqë gjë. Mëngjesi sot nga vendi joni brunchit dhe kishim një muhabet shumë konstruktiv me Imeldën se si ai që ka shpikur franqizinën e ka shpikur sepse sipas Imeldës është e dukshme, Imelda na thoi pak historinë e franqizinës. Tani, Francesinja është inspiruar nga tosti francez që quhet croque monsieur. Është si tosti jonë shqiptar me bukë. Po pse është tost francez? Kështu e kanë thuajtur francezët. Okej. E kanë thuajtur një croque të një mësjeje. Kurse pa sallam quhet madame ajo. Me sallam quhet monsieur. Interesante. Imelda, ku pas ke qenë? O kështu fakt interesante, është një aplikacion në Francë i quhet të flesh më ignorant. Edhe ke kështu bën scroll dhe lexon anekdota. Wow. Edhe tani portugezët morën këtë e thanë shumë e thatë kjo buka. E thanë hajde të shojmë çik salcë dhe menduan të bënin një salcë tomate. Dhe futën bukën brenda. Pastaj duke qenë se buka u lagë shumë, do ta ngrej një çik me pure patate sipër. Se ka dhe pure? Po ajo që unë lau kishte pure, tani e di unë. Okej. Shumë. Edhe nga çepan që Edhe sipër që i vejnë prap djathë. po, i vjen Dhe ka dy lloje. Edhe francezëve djathën e tij. Po, e shkrim shumë. Po ka dy lloje kështu prosciutash këtu apo jo? Lloje prosciutash ka këtu. Jo, brenda në francezinja. O, ka disa lloje mishra shumë francezinja. Po tu je prap. Ke chorizo, po ti sikur në portugez. Dhe kanë sjell thot. Ju ka dal tepër, nga shtrydhja e shumë. Suar. Se është që ka shumë natural. Është Ivi pagas. po kujdeses që mos ta derdh. Tani
po I vjen rrotull, që çfarë? Bunkeri Mos e Bajti loj. një javë, do mblidhet. E mi po mblidhet shumë. Ti kishe kulmin kur erdhe. Jo, si ishte kulmi arrita këtu. Ishte I E vogël pra ai kur kur po erdhe. vije. Mos ishin ato paçis që Ato hëngër ato paçis mos I blini se nuk ja vlen. Kush janë ato paçis? Proud Skincare? Sigurisht e Sephora. Sigurisht e Sephora. 20 euro. Sa paçis? 20. Po sa paç? 20. 1 euro paçi të flakura. Dë. Kur them unë që ti shpenzon kohë te Sephora, ty të vjen keq. Mos më vjen keq me. Ah, po, Thotim më fal. kinat. Tjetër gjë. Kjo, zhizuja, Është kot? e kam në çantë. Apo e hoqa, e kisha nga çanta tjetër, nuk e di. Gjëja më koti që ekziston. 30 euro. Lera. Do me thënë tani 50 euro I kam djeg. Më mirë ta kisha dhënë njëri se sa të kisha blekë për zotin. Që thumi, këto njerëzit të ndajnë bëjnë sikur qa është ajo. Është gjë më koti që tjetër ça bledh. Një gjë e mirë. Po. Kjo është 16 euro, është një super krem hidratant. Shkon shumë mirë me atë fondatinën e Armanit. Ajo Armanit shkon shumë mirë me çdo gjë. Jo, mos më shkonte mirë me atë të klinikës. Ma linte me pace. Po, edhe që kur e hapja bëj shumë. Keki, Okej, miq, urdhëroni, është një rekomandim nga Imelda. shumë I mirë. Po, po. Edhe kjo e Sephorës, kjo maskara I Sephorës, 15 euro, mora këtë kafë. I shumë mirë kjo rimeli kafë. Po, mi. Shumë Unë vdes për Imelin kaf, maroj, Edhe bluja? s'do e ndryshoj Edhe kur. bluja, por s'ka mos kafe. Tani, mban erë shumë të mirë. Ta lëm Kjo mirë është ajo buzët, që provova por- dje. Po, por ngjen shumë te Te dhëmbët, po. Nuk e di pse si ka mundësi. 24 euro. Po, 24. Kjo është deodoranti I Respirit, që është Që Imelda, që është organik. organik dhe unë kam vëtur shumë të gjej një deodorant që është shumë I mirë, po kjo është gjëja më e mirë. Imelda sot pas ka kap Për zotin. ajo gjaku influencerit. Beauty influencer. Jo, e kam vërtet, nga të gjithë deodorantit që kam provuar, se kam provuar shumë, madje edhe të tjerë që gjëra mbajnë organike, bla bla të tash, nuk është asnjë si Respiri. Kam provuar një organik, lash të njëjtin çmim, jam penduar shumë. Prandaj po të them pra, se ka disa erash, edhe ajo Qa ere bluja, ke? edhe ajo bluja është e mirë, se mbaj më fare çfarë. Kjo Nëse është kam pak Monoi. të firmën, Kjo është besoj Mon- se në- është franceze si firmë, po pa më mendoj duhet ta hahet. Me shumë mundësi duhet ta kem në Te Sephora duhet ta kesh. Sephora, po. Vazhdojmë. Tani vazhdojmë. Na mbaroi stiku I Fendit. Më falni. Më Fendit. humbi stiku I Ku Fendit. t'humbi, më? Po e di. Në erdhi buka. Po sa të marrojmë 2 sekonda. Do të thënë stiku I Fendit më mbaroi, kështu që më humbi. Nuk e di se ku më humbi. S'ka rëndësi, okej. Fendi. Unë kam ti këtë e 30 bleva. vjet me atë stikun në Fendi dhe Po dhe s'ka marrë akoma. unë as nuk e kisha 3 herë e kisha përdor, ku di unë. Kjo shumë glosi më I mirë. Glosi më I mirë. Ka një super air. Unë I them Imeldës që Fendi ka rritur çmimet. Imelda s'man me gjë. Comment down below. Aha. Është kështu E ndjen që të ftof po, bukën? ta ftof e ta pulpon pak. Pulpon? Shumë pak. Po unë kam përshtypjen që është ajo mente që kanë hedhur brenda. Që është po. Kam përshtypjen më shumë është psikologjike se sa, por që mund ta vësh ti për çdo kusht që Po është ai shumë I mirë. hiti, Atë ai hitin ta pulpon E shumë. kam atë hitin, unë po unë se duaj dot atë. Okej, Tani do më tani shumë. kemi momentin e ushqimit. Mos e tregor mujan miq kena bë. Ku e ke rëmuja? Unë nuk e shoh. Për ta bllokoj me kokën time të madhe. Pra erdhi momenti, ja. Në momentin ndarjes. Insert Mimoza Shkodra ndarja. Po na e këndoj çik. Po. S'ma mjafton. Jauna. Po do ma bësh me kështu këtë? Me çfarë quhet ajo? Voice tune? Patjetër. S'ma mjafton.
Një unas, as një lule në një organ, sa u dukër ka kjo këtu në anën e saj. Na, nga që jemi pa gjumë me shef, nuk duhet të rrim pa gjumë, Melda. S'kena ma Na të bin në syt. S'kena ma të mosh. Tani, seriozisht. Rej tok të trip tonin, thash tëndin. Sa pyetje e vështirë. Mm. Në fakt mua pëlqeu, përveç ushqimit, që nuk E nuk kishim bërë vërtet. zgjedhje Më të mira. Mendoj që pjesa tjetër ishte goxha e arritur. Vend chill më qetësoi shumë si udhëtim. Kisha nevojë. Vërtet apo pësu Jo, për po, kamerën po, e kanalit tim? Jo, për zotin. Sa e besu t'ju këtë se unë jo. Wow. Edhe për mu, si vend, edhe unë mendoj që mund kishim bërë zgjedhje më të mira për ushqimin. Por kulturalisht nuk është se kishim shumë. Idenë që na pris. Nuk është se donim në fakt të shkonim. Edhe nuk e bëm. Nuk bëm përpjekje për pjesën kulturore, por të është një vend shumë i qetë dhe në krahasuar me këto vendet turistike është i preferuar im se s'ka shumë turist. Dhe turistët nuk janë dyndje që thosh ti o zot. As bezdisës. As bezdisës, ka turist shumë të thjesht dhe mendoj, Imelda e tha këtë po e mendoj dhe unë, që janë pak si të zgjedhur, nuk është se ka tërheqje të lloj-lloj njeriu. Pikërisht. Nuk e keni parasysh siç vjen Shqipëria ata anglezët e dorës fundit? E pa këtu si janë. Po e çuditshme se këtu është lirë. Po mbase nuk është ajo jeta Nuk është ajo jeta që duan ata. që Është pin. një varet të dy rruga si ajo. Dhe ato është pamdje. Po mirë prap, nuk është se ishin si të çmendur njerëzin, Jo. siç duan anglezët për shembull. Po ata e fillojnë që 9 mëngjesit. Pikërisht, të këtu jeta është pak slow. E vërtetë. Dhe sido që tjetë, janë pak si thuen këta, konservativ. Shumë. Ndjej këtu në Porto. Shumë, si Myrniu. Bravo. Po me verë më të mirë. Unë të sugjeroja Portën sepse është shumë piktoresk, po nuk mendoj se keni qa bëni më shumë se 4 ditë. Qofse keni nevojë për një parukier kur t'jeni në Porto. Suzana. Suzana ishte super. Fliste anglisht, frëngjisht, gjermanisht. Fliste gjermanisht? Po aqmi, i kishte mësuar bazat. Portugalisht. Edhe krefja? Edhe krefja ishte yll. Bukur dhe mund. T'ja themi çmimin apo e të sekret? Çmimi ishte 25 euro. Ha. Çfarë mendoja? Po. Ndjekun janë dy franceze ato. Çfarë bëjnë të? Edhe janë dy shoqe ato. Apo do thuash ti ato jetojnë dy në Paris, por çrëndsi ka kjo. Jepi ti. Edhe kanë hapur një faqe në Instagram, edhe vetëm publikojnë udhëtimet që bëjnë bashkë të dyja, kur janë të dyja, jo tek e tek. Kështu. Ato janë influencera, domethënë veç e veç, me goxha followersa, ndryshe nga unë. Dhe nga unë. Po ti të paktën po e bën logon, unë s'po bëj asgjë. Po neve që të hedhim e Melda? Të hedhim Londrën, po si shim influencer Po atëre, nuk dinim që të nga hedhim. tani, mund të bëjmë gjërat më tamam. Pa tjetër. Hapim të, po i bie që të udhtojmë shpesh, sa ato ikin 3-4 herë në vit. Mm. Jo si ne, njërë në senet. Ne shqyr që ja dolëm një herë në vit. Mirë, ke drejtë. Pastaj avash. Varet si do meci mua karriera, se ku i diet. Po pres që të gjitha markat, të lutem na sponsorizoni. Okej, atëre, që do i themi miqve tonë në përfundim të vlogut? Do i themi, Që ne kaluam shumë mirë. ja kaluam super. Mundoni të mbani miqësit, sado që shoqëria juaj për shembull ju korrigjon kur flisni frëngjisht. Mos u acaroni kur ajo rikorrigjon se e bën për të mirën tuaj. Dhe me kryesorja, shkundeni mirë votën. Thash se të hoqja pacin. Lutem! Jo, e ke këtu. Po pse që të vote, moj? Ose s'do shifemi ne para zgjedhjeve. E vërtet. Ne, unë me ata, ti ndoshta do shifesh.
Por Do me thënë ty nga gjithë gjërat e kësaj bote të shkoj në vëndi që të thuash që njerëzit të shkundin votën. shkundeni mirë tash unë sem për ta shkundur. Kështu që Ti do votosh? normal jemi nga Franca. U regjistrova ditën e fundit. Po, më them. Je e bindur për këtë do votosh? Unë jam e bind, më të bëjmë çik propaganda po. Është kanali hapur, unë nuk do të kundërshtoj. Nuk e di se nuk dua të influencoj tani se ky rol im si influencore. Kështu që do thosha. Nuk e di se si janë ata të tjerët, unë do votoj. Ua, edhe unë. Ja, shumë bukur. Neve na u deshën 4 ditë që të kuptojmë që ne dhe bindjet politike për këtë. Vendi kena pasisoj. Kur jemi lodhur me të njëjtat fytyra. Ma ashtu dhe flasim të dyja që jetojnë jashtë. Nuk ka rëndësi se për kë votoni, thjesht votoni fytyrat e reja që si kemi parë. Kaq. Thanë emigrantet që si ju intereson hiç kjo gjë se kanë hikur, do thënë ju. Po mirë kemi. Nga halli ikëm dhe ne. Si po t'ishim mirë. Po Pse ke ikti? qa pyetje interesante. Në këtë moment që ty po t'ikën avioni. Nuk e di. Po se s'pash mundësi unë atje. Unë edhe diplomin e shpa marrë. Kjo është e vërtet. I confirm. E shkon? Po nuk e di, nuk gjeda mundësin, tash do jetë me mirë. Ti nuk është se se provova. mundove. Mirë, nuk e di, jam dakord që se provova. Por që gjithsesi, nuk e gjeja veten. Do të bënin lekët që të kthehen në Shqipëri. Nuk e di. Nuk është vetëm lekët, qofse ndryshon gjithë kjo klasë politike dhe mund t'isha kthyer, qofse shikoja thjesht domethënë fytyrat. Pak ndryshim. Shumë pak ndryshim. Nuk po pres ndaj ndryshim drastik që Po. Shqipëria t'jetë, ku diun, Suedia. Thjesht shumë pak që të shikoja, normal që po mbi. Edhe unë e Gure, mendoj. rënd vetë në vetë. Edhe unë kështu mendoj. Por Kështu që e prandaj. shikon çfarë humbet ti klasë politike dhe punëtore dhe komunitet. Rënjën ti vetë pali. E fshim kështu. Tani po ti çfarë thuash? Apo Fshim javën tjetër. ke drejt. Kështu, prit. Nuk tham që shihemi dhe ne për atë faqen tonë të re. Stay tuned for this. Stay tuned for some surprises. Lots of surprises are coming. Shpresoj të dalë një vlog, të ketë dalë një vlog shumë i bukur, të jeni kënaqur. Nuk e di çfarë kemi thënë, e sigurt që s'ka asnjë informacion të vlefshëm, po shpresoj që vibe. Më fal. Si shkofë informacioni vlefshëm? Pse mi? Qa shofin ata që ka me vlefshme se Se jonë? ti o zemra, besoj është pak ndryshe, i munduar të kapim ca gjëra, ne nuk kemi mësuar me botën e kontentit, prandaj shumë ca Ne gjërave informatikën a mbaru. Ju bëni subscribe, follow, ku diun, whatever, Instagramet tona janë këtu. Dhe nëse juve na mbështesni, e sigurt që do kemi dhe episode të tjera bashk. Përveç 30 vjetorit i Mendës. Po. Shihemi! Vdiqe me këtë comment down below, do më dalin gjumë. Për zote. Comment down below. What do you think about comment down below?